Tes na zuri errësira, pastaj si duhet të jenë errësirë, pa një pikë orientimi, Sazani nuk e shikoni më. O zot. Edhe unë kisha asnjë ide, po mua më kishte një peshkatar që para në qoftë se të rastis që t'ikësh me fuqi, tha mos haro bëj një tel në formë tëje si kryq, sepse me anë të lokatorit, me anë të valve, të kapi anije të tjera që mund të ndihmojnë. Dihet se ku jeni ju, vetëm me një tel. Edhe unë thash tyre, ore, vini një tel shumë në formë plusi, në formë kryqi, thash, tek e mbulni aty, tonë që tjetë të varka, si ta themi, të zadra. E duke ikur, ne na zuri errësira s'di nga tiknim. Atëherë unë thjesht me atë që dija vet, pash në Kratë Majt, nga perëndimi ishte Arushe Madhe, që ishim drejt një diçka më majtas. Edhe thash unë, do kap si orientim për Arushën e Madhe që t'icim të ecim drejt, dhe pasaj rrotullohet toka nga i majta në djatë si pune orës. Edhe të llogarisim kohën që paka shumë e mendje që kalon edhe të presim gjithmonë majtas. Se Arusha, ajo, shtatyet rrotullohet toka, sposohet gjithmonë djathas. Duke ecur ne, s'poso majta, se pasaj ecëm në një pikë, erdhi e nesmja, po ishim pa pushim, edhe natën esim pa pushim. Edhe u largua nuk pam as avion, as një anije, as tokë. Edhe pasaj filloi sheri pas i erdhi dita e nesme, filloi sheri që ne ku vemi, ti po na drejton gabim, më thoshi mua. I thash ecim në këtë drejtim, se nga lind dielli është Shqipëria, nga perëndon është Italia, dhe mbajmë kurse natën ecim atë yjeve. Edhe filloi sheri atje, unë isha i ftuar aty, se s'isha miku i tyre, unë kisha këtë shokun, po ata ishin fshatar, ishin nga Panajaja e Vlorës, edhe një pjesë e vendit ne ku nisëm. Edhe, okej, thoshu e nisi vetë, s'ka asnjë problem. Fillonte pasaj njëri që komandonte, njëri komandonte tjetri, pasi u shtytëm një ditë tjetër ashtu edhe s'merre vesh, nuk po shikonim nga po iknim, s'kishim busull, se tjerët kishin edhe dojnë busull. Atëherë më tha mua, ditë, shaketi tha, ti e nisë më mirë, tha, edhe drejtoj ti të vemi ku të vemi ne, të djegur jemi, nuk kemi shpresë për jetën. Unë fillua pasaj ecje gjithmonë, andi nga lindë e dielli llogarisja që ishte Vlora, Shqipëria, me fjalë, edhe perëndimi ishte Italia. Pasaj natën ecja me anë të yjeve, edhe me anë të Arushës Madhe, me 7 yje, edhe ecë, pasaj na zuri nata e dytë. Na zuri nata e dytë, ata ishin raskapitur edhe nuk ishim më fuqi, nuk ishim më forcë, nuk ishim më besim. Ran moralisht, e thanë, ore, ne do vdesim, s'kemi më shpresë për jetën. Edhe të shtrimi qik, të vdesim e në qik frim, se ne jepi lopatave dhe s'po bet asgjë. Si përfundim në një moment duke ecur ne na ra një rem, që i thonë lopat, që ecën. Edhe i thashun duhet ta marrim atë remin, i thash, sepse në qoftë se ka ikur një rem, atëherë na ikën edhe tjetra. Na del jashtë përdorimit dhe ngel me 2 rema, 8 veta, 9 veta që jemi ne. Edhe me 2 rema ne s'mund të ikim, nuk kemi shpresë, është matematike që do vdesim. Si përfundim unë odha që ta merja se e dija që ishte shumë importante ajo. Ta më tha mua, ku idhish tha në det, thanë se këtu është tërësi, do të hanë peshkaqënd. Po qa peshkaqënd do hanë të bet qatë bet, i thash, duhet ta mani se është importante ajo lopata. Një të hedhur unë mora lopatën edhe u ktheva. Sado që ajo po largoj nga deti, nga rryma. Edhe u ktheva, e mora lopatën, e futu në funksion. Gjatë rrugës pasaj ndarë pa një anije. Pa një anije në distancë, po ne nuk i dini këto shenja detare që ti të bëjë shenja. Edhe unë isha me plana kadife të bardha edhe me një këmish. Një tamani të djegur këmishën unë edhe bëja sinjali thjesht nga e majta në djathë, që të duke sinjali i drithës. Shikon ne përdojnë vim, përdojnë shu, ajo që kryqëzora që a ish anije madhe. Edhe iku nuk na vuri veshin. Nuk na vuri veshin edhe ngelëm ne pasaj. Këta u shtritën, këta 5 veta, thanë të vdesim me qik frym. Unë i thash të shoku tim që e kisha ngushur do idhem, i thash se
lartë në sipërfaqe, me fjalë në qiell, unë shikoja ca drita në distancë dhe thash që këto drita thash unë janë duhet të ketë qytet poshtë që reflekton drita lart. Edhe thash unë do hidhem me noti thash. Do hidhem po hajdeni ju. Indirekt i bëja çik presion që mos ecim, se duhet të ecnim sepse unë e dija nga që ne ishim të lodhur të putur. Edhe po të pushonim ne ishim traskapitur, nuk do ngrishim më, do kishin vdekur. Edhe unë këtu merak isha. Ata u shtypën 5 veta, njëri mbi tjetrin për të vdekur ata. Vdikën ata sipas tyre. Po me një punë. Po janë gjëra të habitshme, për atë që i ka kaluar. Edhe kjo më tha shoku mua, do ngremi nesër mëngjes tha mua, agron quhet ky. Do ngremi mëngjes tha edhe do ikim tha. Ç'keti tha, t'jap unë fjalën. Po çau goni thash unë, po të shtrimi ne të vdekur jemi pa ujë, pa ashtu, ne menim ujë deti se s'kishim ujë. Ujë deti për të pirë, afrojmë te buza, kishim më tepër, nuk e pije dot ujë deti. Kishim më tepër etje. Si përfundim, unë s'kisha që bëja, u bëra presion, edhe unë agronin kisha këtë shoku me veta, ata tjerë si një, ata ishin bashkë gjithë. 5 ishin jashtënoj, ngellëm 4 rreta, e diskutoni jemi me tjetrin. Si përfundim, doja dhe unë kështu, më bështeta atje, qa do flija, qa kish për unë, kisha frikë se mos zinte gjumi dhe do vdisnim, se ishin blodhur. 5 nga ta nuk ngrishim më njërë, thamë, le të desim e në qitë frymë, e prë nëndin edhe. Unë isha me iden që ne duhet sakrifikojmë që të ecim, mos do zhvemi kur edhe natën, të ecim, është vetëm në mënyrë që të jemi gjallë. E nëse u shtritën ata, u mbështetën me ne 4 tjerë që ishim më të fortë. Si përfundim pasaj, në mëngjes unë, llogaritë e ti me drasa atje për sipërfaqes detit e ti nuk shikon në distancë jetë një anije. Pash një si në mjergullun, se ish mjergullun mëngjes. Po shikoj që një diçka sa vine po zmadhoj, po vinte drejt nesh. Ne na kishin thënë që Jugoslavët të vrasin, se mos kishim nga Jugoslavia, mos kishim nga Greqia, nuk kishim ide fare se nga ishim. Ne ishim mes detit. Nuk shikojmë as det, as tokë, as avion, as anije, as gjë.